seria e fundit e narkosit që zhvillohet në godinat në godinën e qeverisë Bashkisë Tiranës dhe qelit e burgut qeveritar në Durrës. Zhvillohet një skenar që as në filma nuk do mund t'ishte i tillë. Në punktatën e fundit pra çfarë ndodh? Ndodh që Erion Veliaj në qeli ka shtruar qelin në zyrë bashkie, në zyrën e bashkisë. Erion Veliaj aty firmos dhe vulos sikur të ishte në zyrën e bashkisë. Se si mund ndodh kjo e din vetëm regjizori. Zonja Aristani doli dje në një media dhe u stërbetua sa ajo nuk është njeriu i Edi Ramës. Unë nuk mund të them asgjë, por një pyetje do t'i shtroj zonjës Aristani. Në qoftë se ti edhe mund mos jetë, mund të jetë ashtu si kështu, se nuk kemi se nuk je njeri konfidente e Edi Ramës, si pranon ti urdhrin antikushtetues të Edi Ramës?